Ajo që do të dëgjosh tani mund të ndryshojë përgjithmonë këndvështrimin tënd mbi botën dhe më e rëndësishmja mbi veten tënde. Ndoshta nuk ke menduar kur thellësisht për këtë, por ekziston diçka brenda teje që ka qenë gjithmonë aty, e heshtur, duke pritur. Një fuqi, një potencial i pamas, i cili, në vend që të drejtojë ka qëllimi yt i vërtet, është shpërndar, i harxuar në impulse të çastit që nuk të kanë çuar askund. Por ja e vërteta, ajo që pak njerëz guxojnë ta thonë, sapo të ndalosh së ushqyeri këto dëshira kalimtare dhe të fillosh të ruash energjinë tënde, diçka e fuqishme fillon të zgjohet brenda teje. Nuk ndodh menjëherë, nuk është një ndryshim i çastit. Në fillim, ndjen vetëm një shqetësim të çuditshëm, një ndjenjë parehatie, sikur diçka brenda teje po përpiqet të dalë në sipërfaqe, diçka që kërkon një rrugë dalje, por nuk e gjen. Pikërisht në këtë pikë, shumica dorëzohen. Ata e ngatërrojnë këtë parehati me frustrimin, besojnë se është një mungesë që duhet të plotësojnë sa më shpejt. Por e vërteta është ndryshe, nuk është dëshira që ndjen, është mendja jote që i reziston ndryshimin. Është e gjithë struktura jote mendore që kapet pas asaj që është e zakonshme, e rehatshme, asaj që të është mësuar si normale. Por nëse vendos të qëndrosh brenda këtij zjarri, nëse e përballon këtë parehati pa u larguar prej saj, atëherë nis transformimi i vërtetë. Ajo që ndodh në këtë moment brenda teje është diçka që vetëm pak njerëz e përjetojnë ndonjëherë. Është sikur të zgjohesh nga një gjumë i gjatë. Pa prit mas, mendimi yt bëhet më i qartë, perceptimi yt ndryshon dhe ndërgjegjja jote zgjerohet. Kjo nuk është një magji, as një iluzion, është një proces natyror që ka ekzistuar gjithmonë, por që është fshehur për shekuj me radhë nga shpërqendrimet dhe kushtëzimi shoqëror. Energjia që më parë harxoje, tani fillon të grumbullohet brenda teje dhe me të lindin pyetje që nuk e guxuar kur ti bësh vetes, pse ndjej këtë dëshirë të pandërprerë që më duket sikur më kontrollon? Pse kjo dëshirë është bërë qendra e kaq shumë aspekteve të jetës sime? Kush isha unë para se mendja ime të programohej për të kërkuar automatikisht kënaqësi? Këto pyetje nuk janë të rehatshme. Ato janë si dyrë, të cilat, sapo hapen, nuk mund të mbyllen më. Dhe nëse ke arritur deri këtu, do të thotë se tashmë e ke kaluar këtë prag. Nuk mund të kthehesh më në padijen e dikurshme, sepse diçka brenda teje është zgjuar. Nuk mund ta emërtosh, por e ndjen një jehon të thellë, një thirrje që ka qenë gjithmonë aty, por që është varrosur në zhurmën e përditshme të shpërqendrimeve. Ajo që do të përjetosh tani nuk është thjesht një ide, është një zgjim. Një zgjim që fillon pikërisht në momentin kur vendos të mos veprosh në ndikimin e impulsit, kur refuzon t'i dorëzohesh urgjencës automatike që bota ta ka mësuar si diçka të natyrshme. Por ajo që është e çuditshme është se në fillim nuk vjen qartësia, por kaosi. Një ndjenjë e pakëndshme që djeg në lëkurë, një shqetësim që më shumë ndjehet si boshllëk sesa si zbulesë. Dhe pikërisht këtu shumica dështojnë. Ata e bindin veten se ky ndjesi është një shenjë që po bëjnë diçka gabim. Kërkojnë lehtësim të menjëhershëm, një rrugdalje. Por ajo që nuk e din është kjo, ky zjarr i brendshëm nuk është armiku, është prova. Është fërkimi i nevojshëm për të thyer zinxhiret e padukshëm që i kanë mbajtur të lidhur gjatë gjithë jetës. Dhe nëse reziston, nëse i qëndron këtij presioni pa u dorëzuar, atëherë diçka fillon të ndryshojë. Gjërat e para që do të vëresh janë të imta, por të thella. Mendja jote, dikur e shpërqendruar dhe e shtyr nga impulset, fillon të fokusohet. Aty ku më parë kishte zhurmë, papritur shfaqet qetësi. Por nuk është një qetësi boshe, është një qetësi e mbushur me fuqi, me mundësi, me qartësi. Dhe në këtë hapësirë, për herë të parë, lindin pyetje që ndryshojnë gjithçka. Pse gjithmonë kam ndjer këtë nxitim të brendshëm? Çfarë kam kërkuar në të gjitha ato impulse të pavetëdijshme? Cili pjesë e imja ka qenë në gjumë gjatë gjithë kohës? Këto pyetje nuk janë të lehta, dhe pikërisht për këtë arsye, shumica ikin prej tyre. Por nëse vazhdon përpara, nëse ke guximin të shikosh përtej mjegullës së parë, do të zbulosh diçka që do ta ndryshojë jetën tënde përgjithmonë. Nuk ke qenë kurrë ti ai që kishe dëshira, ishin dëshirat ato që të kishin pushtuar. Ti ke qenë i drejtuar, i kushtëzuar, i shtyrë të kërkosh përmbushje në gjëra të përkohshme, në gjëra që harxohen shpejt dhe të lënë bosh. Dhe gjëja më e keqe, ti e ke quajtur këtë liri, ndërkohë që në të vërtetë nuk ishte asgjë tjetër veç se një formë e padukshme skllavërie.
Por ja çfarë mund t'i thyej këto pranga, energjia që ke shpërdoruar për vite të tëra, ajo që të ka tërhequr pa kontroll, në të vërtetë është çelësi i fuqisë sate të brendshme. Ajo nuk është armiku yt, ajo është aleati yt më i madh, nëse mëson ta drejtosh. Nëse ndalon së shpërndarja të në kënaqësi të përkohshme, ajo shndërrohet në zjarr të brendshëm, në qartësi, në drejtim. Dhe pastaj ndodh diçka e mahnitshme. Prania jote ndryshon. Pa thënë as edhe një fjalë, njerëzit rreth teje ndjejnë se diçka ka ndryshuar. Ata të shikojnë ndryshe, jo sepse ke ndryshuar nga jashtë, por sepse energjia jote nuk është më e njëjta. Nuk je më një gjethe e cila lëviz sipas erës. Ti je bërë vetë era. Energjia që dikur ishte e shpërndar dhe e humbur, tani është e mbledhur brenda teje. Dhe njerëzit e ndjejnë. Ata e perceptojnë. Ajo ndikon. Ti nuk ke nevojë të bërtasësh, nuk ke nevojë të provosh asgjë. Vetëm prania jote zgjon diçka tek të tjerët, një lloj shqetësimi, një kuriozitet, një tërheqje. Jo sepse po përpiqesh të lësh përshtypje, por sepse ke pushuar së qeni ajo që bota donte të ishe. Dhe pikërisht këtu fillon betejë e vërtetë, sepse bota që të njihte në gjendjen tënde të mëparshme do të reagojë. Të njëjtët njerëz që më parë të thoshin, i thjesht vetvetja, pa pritur do të ndjejnë se ke ndryshuar, dhe ata nuk e dinë nëse e pëlqejnë këtë ndryshim. Disa do të admirojnë në heshtje, të tjerë do të përpiqen të tërheqin mbrapsht në modelin e vjetër. Do të dëgjosh fjali si, lëre rehat, mos e bëj kaq të vështirë, ose pse e merr kaq seriozisht, jo sepse shqetësohen për ty, por sepse ndryshimi yt u tregon diçka që ata vetë nuk duan ta shohin. Dhe ky lloj shqetësimi është i papranueshëm për shumë prej tyre. Këtu ndahet ai që ka nisur këtë rrugë nga ai që e çon deri në fund, sepse sfida më e madhe nuk vjen nga jashtë, vjen nga brenda. Tundimi për t'u kthyer tek e lehta do të jetë i fortë. Do të ketë ditë kur do të pyesësh veten nëse ja vlen, nëse po bën përparim apo thjesht po e bën jetën më të vështirë. Dhe pikërisht në këtë pikë, shumica heqin dorë. Por nëse nuk kthehesh pas, nëse zgjedh të përballesh me këtë stujë të brendshme, atëherë ndodh diçka e thellë. Vetja jote e vjetër, ajo që drejtohej nga impulset, fillon të shuhet, dhe në këtë hapësirë të zbrazët lind diçka e re. Një version i yti që nuk kërkon më, që nuk lutet më, që nuk ndikohet më nga kënaqësitë e kota. Një njeri që mban energjinë e tij. Dhe kjo energji që tani digjet brenda teje bëhet arma jote, busulla jote, thelbi yt më i thellë. Pra, të pyes, a e ke ndjerë ndonjëherë këtë zjarr, këtë fuqi që fle thellë brenda teje, duke pritur të çlirohet? Nëse po, shkruaje në komente. Dua të di sa prej jush ndjejnë këtë thirrje për të qenë më shumë se sa bota ju ka mësuar të jeni. Sepse kur fillon ta ruash këtë energji, ndodh diçka tjetër. Këndvështrimi yt për botën ndryshon. Ajo që dikur të tërhiqte, pa pritur të duket e cekët. Shpërqendrimet që më parë të kishin mbërthyer, e humbasin fuqinë e tyre mbi ty. Fillon të ndjesh një qartësi që nuk e ke përjetuar kurrë më parë, si të jenë mprehur shisat dhe të mund të shohësh përtej asaj që është e dukshme. Por me këtë qartësi vjen edhe pesha e së vërtetës, sepse pa pritur fillon të shohësh gjëra që më parë i ke injoruar, biseda boshe, marrëdhënie që nuk të ushqejnë, zakone që të raskapisin. Dhe këtu lind një pyetje vendimtare, a do të vazhdosh të luash këtë lojë që tani të duket kaq e pakuptim, apo do të kesh guximin të çlirohesh prej saj? Shumë njerëz arrijnë në këtë pikë dhe tërhiqen, jo sepse nuk duan të ecin përpara, por sepse kanë frikë nga rënia e lirë, frika nga boshllëku që shfaqet kur lëshojnë atë që kanë njohur gjithë jetën. Por ti, nëse ke ardhur deri këtu, tashmë e di, ajo ndjenjë marramendjeje nuk është shenjë rreziku, është kalimi drejt ndryshimit. Prandaj të pyes, a e ke ndjerë ndonjëherë këtë shqetësim, këtë ndjenjë sikur nuk përshtatesh më me atë që dikur të ishte e natyrshme? Nëse po, më trego në komente. Dua të di sa prej jush ndodhen pikërisht në këtë udhëkryq, midis botës së vjetër, që nuk ju përshtatet më, dhe asaj të re, e cila ende nuk është shfaqur plotësisht. Sepse ajo që vjen pas kësaj është gjëja më e fuqishme. Nëse vendos të mos kthehesh më pas, atëherë diçka e re fillon të marrë formë brenda teje. Prania jote flet përpara se të thuash një fjalë. Nuk ke nevojë të bindesh askënd, nuk ke nevojë të shpjegosh veten. Energjia që tani mban brenda vetes ndihet edhe nga ata që nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh me ty. Disa do të afrohen, të tërhequr nga qartësia jote.
Të tjerët do të largohen sepse ndryshimi yt I përball me pasiguritë e tyre. Dhe kjo është në rregull, sepse rruga jote nuk ka të bëjë me të qenit I kuptuar, por me të qenit I vërtetë. Dhe sa më shumë të ecësh përpara, aq më e qartë bëhet diçka thelbësore, ajo që të ka ndarë nga fuqia jote nuk kanë qenë as rrethanat, as e kaluara jote, madje as gabimet e tua. Ka qenë shpërqendrimi yt, dëshira e vazhdueshme për ta shpërdoruar energjinë tënde në gjëra që nuk e meritonin. Por tani, kjo energji të përket ty, dhe kur mëson ta drejtosh, kupton diçka që ndryshon gjithçka, fuqia e vërtetë nuk ka qenë kurrë diçka e jashtme. Ajo ka qenë gjithmonë brenda teje, duke pritur momentin kur do të ndaloje së shpërndaruri atë pa vetdije. Pyetja është, a je gati ta mbash këtë fuqi? Kjo nuk është krenari e kot, nuk është ndjesia e të qenit mbi të tjerët. Është qëndrueshmëria e dikujt që e ka lënë pas brishtësinë e vet. Është prania e një force që nuk shpërndahet më në 1000 drejtime, por që grumbullohet brenda teje, e përqendruar, e palëkundur. Dhe kjo fuqi nuk është vetëm fizike. Ajo është mendore, është shpirtërore. Ajo është potenciali që ka fjetur thellë brenda teje, duke pritur që më në fund të ndaloje së shpërdoruari atë pa kuptim. Sa po të fillosh ta ruash me vetdije energjinë tënde, e gjithë marrëdhënia jote me dëshirën ndryshon. Nuk është më një forcë e pakontrollueshme që të sundon dhe të tërheq me vete. Nuk është më një fuqi që të drejton përpara se të kuptosh çfarë po ndodh. Tani, kjo energji nuk është më zonja jote, ti je ai që vendos mbi të. Dhe në atë moment, hyn në një territor që shumica e njerëzve nuk e njohin. Një hapësirë ku dëshira nuk është më një prang, por shndërrohet në fuqi. Vetëm pak njerëz e kuptojnë me të vërtetë çfarë është energjia seksuale. Për shumicën, ajo nuk është asgjë më shumë se një rrugë e shkurtër drejt kënaqësisë, një eufori e çastit, një arratisje e përkohshme. Por kjo është vetëm një grimcë e asaj që ajo në të vërtetë përfaqëson. Energjia seksuale është forca kryesore e jetës, e njëjta që ndes kreativitetin, që shtyn ambicjet, që e bën vizionin realitet. Ajo është zjarri I pasartit, motori I pasionit, thelbi I çdo transformimi të thellë. Dhe nëse ajo është e aftë të krijojë jetë, a ke menduar ndonjëherë çfarë mund të bëjë në jetën tënde, nëse e drejton atë ka qëllimet e tua më të larta? Nuk është rastësi që mënyra si mendon ndryshon rrënjësisht sapo ndalon së shpërndaruri energjinë tënde pa drejtim. Shpërqendrimet që dikur dukeshin të pakapërcyeshme, fillojnë të humbasin fuqinë e tyre mbi ty. Ajo që dikur të dukej si nevojë urgjente, papritur zbulohet si një humbje e kot kohe, si një grackë që ishte maskuar si domosdoshmëri. Dhe ndodh edhe diçka tjetër, aftësia jote për t'u përqendruar shpërthen. Nuk ke më nevojë të detyrosh veten për t'u fokusuar. Nuk ke më nevojë të luftosh për të përfunduar atë që ke nisur. Mendja jote, e çliruar nga ky cikël I vazhdueshëm mes dëshirës dhe shpërblimit, shndërrohet në një instrument të mbretë, të fuqishëm, të saktë. Por në këtë proces shihet diçka edhe më e thellë. Diçka që nuk mund të shihet, por që ndihet. Diçka që preket në thellësitë më të fshehta të qenies tënde. Është ndjesia e të qenit vërtet I pranishëm. Dikur, mendja jote ishte si një stuje e çrregullt, hidhej nga një mendim në tjetrin, gjithmonë e shqetësuar, gjithmonë e paplotësuar. Por tani diçka ka ndryshuar. Tani je këtu, tërësisht, plotësisht, pa ndjesinë se të mungon diçka, pa atë kërkim të vazhdueshëm për diçka jashtë teje, që në të vërtetë ka qenë gjithmonë brenda teje. Dhe kjo prani nuk mbetet vetëm brenda teje, ajo fillon të përhapet. A ke përjetuar ndonjëherë që sa po futesh në një dhomë, energjia jote ndjehet edhe përpara se të flasësh? Nëse po, më trego në komente. Dua të di kush nga ju e ka ndjerë këtë ndryshim delikat, por të fuqishëm. Sepse tani ndodh diçka e çuditshme. Lëviz një lloj tërheqjeje e re. Jo ajo sipërfaqësore, që varet nga pamja apo nga nevoja për vëmendje. Jo, diçka më e thellë. Një magnetizëm I pastër. Jo sepse e kërkon, por sepse energjia që dikur e shpërdoroje tani ndriçon brenda teje me një intensitet që mund të ndjehet. Dallimi midis një qiriu që dridhet dhe një zjarri të ndezur flak. Dhe njerëzit e ndjejnë këtë. Ata ndoshta nuk e kuptojnë, por e perceptojnë. Por ky zjarri I brendshëm nuk ka të bëjë me të tjerët. Nuk është për t'u admiruar. Nuk është për t'u imponuar. Ka të bëjë me ty. Me atë që tani mund të krijosh, të ndërtosh, të ndryshosh.
sepse energjia që më parë ishte shpërndar në të gjitha drejtimet, tani është burimi yt më i çmuar. Dhe kur e përdor me qëllim, ajo shndërrohet në themele, në rënje, në një vepër, në një rrugë. Dhe pikërisht në këtë pikë shfaqet prova e vërtetë, sepse forca e vërtetë sjell me vete përgjegjësi. Sa po të fillosh të jetosh me vetdije, nuk mund të jetosh më pa vetdije. Nuk mund të veprosh më pa menduar. Nuk mund të lëvizësh më pa u pyetur se ku të çon çdo vendim. Tani gjithçka ka rëndësi. Çdo veprim ka peshë. Çdo zgjedhje ka kuptim. Sepse tani çdo moment i jetës tënde është një investim. Nuk po e humbet më energjinë tënde, po e përqendron, po e drejton, po e përdor për të krijuar diçka më të madhe se vetja. Shoqëria nuk të ka folur kurrë për këtë, sepse dikush që kontrollon energjinë e tij nuk mund të kontrollohet nga të tjerët. Një njeri që ka zotëruar vullnetin e tij nuk është dikush që mund të manipulohet. Ai nuk ka nevojë për shpërqendrime për të mbushur boshllëkun e brendshëm. Ai nuk kërkon miratim për t'u ndier i plot. Nuk e lën më pas impulset, sepse mendja e tij është e mprehtë, e zgjuar dhe e patundur. Dhe pikërisht për këtë arsye, bota nuk dëshiron që ti ta kuptosh këtë të vërtetë. Por tani e ke ndier. E vetmja pyetje është, çfarë do të bësh me këtë? Dhe tani të pyes, a e ke pasur ndonjëherë ndjesinë se bota të ka mbajtur të zhytur në shpërqendrime vetëm që të mos zbuloje potencialin tënd të vërtetë? Shkruaje mendimin tënd në komente. Fjala jote mund të jetë një thirrje zgjimi për dikë tjetër, sepse diçka fillon të ndodh kur e gjithë energjia jote, që më parë ishte e shpërndar, pa pritur mbetet brenda teje. E vëren në mënyrën si lëviz, në mënyrën si shikon, në tonin e zërit tënd. Kjo nuk është diçka që mund të shtiret. Është diçka që buron nga thellësia jote, një prani që nuk ka nevojë për shpjegim. Duket sikur bota pa pritmas reagon ndryshe ndaj teje. Njerëzit të vëzhgojnë, por nuk din të shpjegojnë se çfarë ndjejnë. Ata nuk e kuptojnë pse prania jote ka peshë, pse heshtja jote thot më shumë se 1000 fjalë. Por ajo që ata ndjejnë nuk është ajo që thua, është ajo që je. Dhe pikërisht këtu shumë njerëz bëjnë një gabim. Ata besojnë se kjo forcë ekziston për t'u admiruar, për të tërhequr vëmendje, për të dominuar rrethinën. Jo, kjo është vetëm një pasojë, jo qëllimi. Qëllimi i vërtetë i kësaj energjie është tjetër. Ajo është krijim, ajo është transformim, ajo është arti i ndërtimit të diçkaje brenda teje, që askush nuk mund ta të marrë më. Dhe pikërisht këtu ndahet ai që vetëm luan me fuqinë, nga ata që e zotërojnë atë me të vërtetë. Dhe të pyes, a e ke ndjerë ndonjëherë këtë energji të pastër, të fuqishme, që rrjedh nëpër ty? A e ke ndjerë ndonjëherë se je i pandalshëm, edhe kur të tjerët nuk mund ta kuptonin pse? Shkruaje në komente. Dua të di kush nga ju e ka prekur këtë gjendje. Ajo që është më e thellë në këtë proces është se ai ndryshon mënyrën si e sheh veten. Nuk kërkon më jashtë atë që ka qenë gjithmonë brenda teje. Nevoja për miratim, për vlerësim, për kënaqësi të menjëhershme, ajo venitet. Jo sepse e shtyp, por sepse nuk ka më kuptim për ty. Dëshira është ende aty, por tani ajo të përket ty. Nuk është më një zinxhir, por një mjet. Nuk është më një impuls që të sundon, por një zjarr që të shtyn përpara. Dhe ky zjarr, kur drejtohet nga një qëllim, i djeg të gjitha shpërqendrimet. Ti e ndjen. Pa pritur, gjërat që më parë të merrnin kohën, vëmendjen dhe energjinë, nuk kanë më asnjë fuqi mbi ty. Rrjetet sociale, argëtimi pa vlerë, marrëdhëniet sipërfaqësore, të gjitha bëhen një zhurmë e largët. Dhe në këtë qetësi, lind diçka që nuk mund ta kishe dëgjuar më parë, zëri yt i vërtetë. Zëri që ka qenë gjithmonë aty, por që ishte mbytur nga mira impulse të huaja. A e ke ndjerë ndonjëherë këtë qartësi? Këtë ndjesi të thellë të kuptuarit se kush je dhe çfarë dëshiron me të vërtetë? Nëse po, shkruaje në komente. Dua që ky vend të jetë një hapësirë ku ne ndajmë pikërisht këtë përvojë. Por pikërisht këtu fillon sfida e vërtetë, sepse kur arrin në këtë pikë, edhe bota e vëren. Dhe bota nuk e pranon këtë. Pse? Sepse dikush që ka gjetur veten nuk ka më nevojë për të jashtmen për t'u ndjerë i plotësuar. Dhe kjo është një kërcënim për një shoqëri që jeton nga vëmendja dhe varësia jote. Do të përballesh me prova. Njerëzit do të përpiqen të të tërheqin prapë. Do të dëgjosh zëra që përpiqen të të mbjellin dyshime. Kritikat do të maskohen si këshilla të kujdesshme. Do të përpiqen të të bindin se je duke e marrë shumë seriozisht, se po e tepron, se po humb diçka.
Por kjo është një gënjeshtër. Ajo që ndodh me të vërtet është se vetë ekzistenca jote bëhet një pasqyrë e pakëndshme për të tjerët, një pasqyrë që u tregon atyre atë që nuk duan të shohin. Dhe pastaj vjen pyetja vendimtare, a do të dorëzohesh, a do ta ulësh energjinë tënde vetëm për t'u përshtatur në një botë që jeton në gjumë, apo do të qëndrosh i palëkundur duke ditur se ajo që ke zbuluar vlen më shumë se çdo miratim i jashtëm. Nëse ndonjëherë ke ndier presionin e botës që përpiqet të të rikthejë në modelin e vjetër, tregoje në komente. Historia jote mund të jetë pikërisht ajo që dikush tjetër ka nevojë për të mos u dorëzuar. Por këtu fillon betejë e vërtetë. Nuk është më kundër botës së jashtme, por kundër diçkaje më të hollë, më të thellë, kundër mendjes tënde. Sepse kur ndjek një rrugë ndryshe, kur nuk je më pjesë e programit, mendja jote do të përpiqet të tërheqë mbrapsht dhe do ta bëj me armët që njeh më mirë, me zakonet e tua të vjetra, me tundimet e dikurshme, me impulset që për vite të tëra kanë sunduar vullnetin tënd. Por këtë herë është ndryshe. Këtë herë je i vetëdijshëm. Këtë herë e ndjen tërheqjen, por ajo nuk të sundon më. Dhe pikërisht kjo është forca e vërtetë. Dhe këtu vjen prova më e vështirë, vetmia, sepse kur largohesh nga ky cikël e kupton një të vërtetë të dhimbshme. Shumica e njerëzve janë ende të mbërthyer në të bisedat boshe, lojrat e pushtetit, shpërqendrimet e pafundme, dhe ti nuk përputhesh më me këtë botë. Bota ndihet më e largët, jo sepse ti ke ndryshuar shumë, por sepse tani sheh atë që më parë nuk mund ta shije. A e ke përjetuar ndonjëherë këtë ndjenjë? A e ke ndier atë distancë, atë shkëputje të brendshme, kur ke filluar të ndryshosh? Nëse po, tregoje në komente. Historia jote mund të jetë pikërisht ai jehon që dikush tjetër ka nevojë për ta gjetur rrugën e tij. Por mos e ngatëro vetmin me humbjen, sepse në të vërtetë nuk po humbet asgjë. Ti po krijon hapësirë për diçka që vetëm pak njerëz e kanë përjetuar, një lidhje të vërtetë me veten. Dhe pikërisht prej kësaj lind diçka e fuqishme. Nuk po kërkon më të përkasësh diku, sepse tashmë i përket vetes. Nuk ke më nevojë për miratim, sepse tashmë e ke pranuar veten. Dhe nga ky gjendje, gjithçka fillon të ndryshojë. Njerëzit që vinë në jetën tënde nuk janë më të njëjtët, as mundësitë që shfaqen përpara teje, sepse energjia jote që më parë shpërhape në të gjitha drejtimet, tani fillon të tërheqë gjithçka që vibron në të njëjtën frekuencë. A e ke vënë re ndonjëherë se si bota përreth teje ndryshon, sapo të ndryshosh brenda vetes? Nëse po, tregoje në komente. Përvoja jote mund të hapë sytë e dikujt tjetër, dhe pastaj shfaqet tundimi i fundit. Kur fillon të shohësh rezultatet e para, kur vëren se bota reagon ndaj energjisë tënde të re, të pret një rrezik, kurthi i egos. Tundimi për ta përdorur këtë fuqi për të kontrolluar të tjerët. Dëshira për ta manipuluar, për ta treguar, për ta dëshmuar. Por pikërisht këtu ndahet ai që vetëm luan me fuqinë nga ata që e zotërojnë me të vërtetë, sepse forca e vërtetë nuk ka nevojë të shihet. Forca e vërtetë është heshtje. Ajo është prani. Ajo është ai qetësim i thellë dhe i patundur që nuk kërkon duartrokitje, nuk ka nevojë për miratim. Ajo thjesht është, dhe të qenit mjafton. Dhe pikërisht këtu kupton diçka që ndryshon gjithçka. Qëllimi nuk ka qenë kurrë të pushtosh botën. Qëllimi ka qenë gjithmonë të pushtosh veten, të bëhesh zot i energjisë tënde, zot i mendjes tënde, zot i jetës tënde, sepse sapo të arrish këtë, bota fillon të rregullohet sipas asaj që je bërë. Dhe tani të lë me një pyetje që nuk ke nevojë të japësh përgjigje menjëherë, por që ndoshta do të vazhdoj të kumboj brenda teje, a je gati të ecësh në këtë rrugë, jo për t'i dëshmuar botës diçka, por për të zbuluar se kush mund të bëhesh nëse e ndjek atë deri në fund. Nëse kjo pyetje ka ndezur diçka brenda teje, nëse ka zgjuar një ndjenjë që nuk e ke pritur, më trego në komente. Dua që ky vend të jetë një hapësirë ku mblidhen ata që e ndjejnë këtë zjarr. Por pikërisht këtu dështojnë shumica. Këtu është momenti kur dyshimi bëhet si një jehon që të vendet në mendje, sepse në këtë rrugë gjëja e parë që humb është rehatia. Iluzioni i kontrollit që ke pasur, teksa ke ndjekur rregullat që të janë dhënë, fillon të shembet, dhe tani përballesh me diçka krejt të re, pasigurinë. Dhe kjo pasiguri është e rëndë, sepse mendja e urren të panjohurën, e urren mungesën e përgjigjeve të menjëhershme.
E ure ndjenjen e të pasurit tokën që të lëkundet nën këmbë. Por më dëgjo mirë, kjo parehati është shenja më e qartë se po përparon, sepse kur dhemb do të thotë se po rritesh. Dhe pikërisht këtu vjen momenti vendimtar, sepse ai që e ngatëron këtë parehati me rrezikun do të tërhiqet, do të kthehet pas në të vjetrën në atë që i dukej e sigurt edhe pse e mbante të burgosur. Por ai që kupton se ky rezistencë e brendshme është vetëm testi i fundit para se një nivel i ri të hapet, do të qëndrojë, do të vazhdoj edhe kur rruga duket e vetmuar, sepse transformimi i vërtet nuk ndodh aty ku është e lehtë, ndodh aty ku përballesh me atë që shumica e shmangin. Dhe pastaj, një ditë, pa e pritur, ndodh diçka. Pasiguria i lëshon vendin një qartësie të thellë. Zhurma shuhet dhe në atë heshtje kupton se nuk ke qenë kur vërtet vetëm. Njerëzit që të kuptojnë vërtet fillojnë të gjejnë. Mundësitë që nuk i kishe menduar asnjëherë fillojnë të shfaqen. Dhe e sheh se të gjitha ato dyshime, të gjitha ato sfida, të gjitha ato momente kur ishe gati të hiqje dorë, nuk ishin aty për të thyer, por për të përgatitur. Sepse ai që ka ecur deri këtu në këtë rrugë, tani e di me siguri, forca e vërtet nuk ka qenë kur jashtë teje. Ajo ka qenë gjithmonë brenda teje.